Hadithi Bukhari dhe në Muslim, transmetohet nga Sa'd ibn Sa'di radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: me të vërtet në xhennet ka një derë që quhet Rayyan. Nga kjo derë hyn agjeruesit në ditën e gjykimit, dhe as kusht tjetër përveç tij nuk hyn nga kjo derë. Do thuhet ku janë agjeruesit, e ata do qohen dhe do të hyjnë nga kjo derë. E kur do hyn i agjeruesi i fundit, s'ka me mujt me hi as kusht tjetër pastaj nga kjo derë. Në transmetimin e Imam Buhariu qëndron: në xhenet ka 8 dyjer. Mes tyre është një derë që quhet Rayyan. Nga kjo derë hyjnë vetëm agjeruesit. Për dhe kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe na e bën të qartë se agjeruesi e pas ka një privilegj, e pas ka një derë të veçantë në xhennet, ku agjeruesit do të radhiten edhe do hyjnë në xhennet nga kjo derë. Njëra prej specifikave që ka kjo derë është se numri i besimtarëve që do presin me hyjnë në xhennet nga kjo derë ka me qenë i kufizum, sa që kanë me hyjnë dhe do mbyllet, e pastaj s'ka me mujt me hyjnë askush përveç atyre që kanë agjeru. Dhe këtu e shohim sa fatzi, sa panafak janë ata njerëz që i thujnë vetes musliman dhe nuk agjerojnë. Ata nuk kanë mundësi me hyjnë në xhennet ka kjo derë. E do bëhen pishman a ditë kur do vërsulen me hyjnë në xhennet ka kjo derë. E kur do i nalin me laqet, e kam i thonë ju s'muni me hyjnë në xhennet ka kjo derë, se s'keni agjeru. E atëherë ai pishmallok s'ka mundësi mi bo, do bi atyre.